Faleminderit shumë, i nderuar deputet. Është shqetësim jashtëzakonisht i madh edhe si kosto, po edhe si rrezik për qytetarët. Sa për informacionin tuaj ka pas zhvillime të shumta, ku Ministria e Infrastrukturës në fillim vitit 2024 ka nisur procedurat e prokurimit për hartimin e projektit për sanimin e rrëshqitjeve në autostradën Ibrahim Rugova. Kontrata është nënshkruar në fund vitit 2024, ndërsa kompania projektuese ka filluar me hartimin e projektit në fillim të vitit 2025. Në fund muajit nëntor, vitit kaluar, është bërë pranimi i projektit kryesor për sanimin e pjerrësive, pra skarpateve në autoudhën rreshtot Ibrahim Rugova. Projekti është hartuar për sanimin e skarpateve në 7 lokacione të ndryshme ku kemi posë rrëshqitje. Ministria në dhjetor të vitit kaluar ka iniciuar procedurat e prokurimit për sanimin e 4 rrëshqitjeve në segmentin ndërmjet Prezenit dhe Suarekës, duke filluar nga kilometri 26 dhe duke vazhduar në drejtim të Gjurgjicës. Pasi buxheti i cili Ministria ka posë në dispozicion për këtë projekt ka mbuluar iniciimin e procedurave të prokurimit vetëm për këto 4 rrëshqitje. Procedurat e prokurimit kanë përfunduar, janë shpollë fituesit për 3 lote, kurse tani jemi në fazën e ankesave të cilat janë duke u trajtuar sipas afateve ligjore. Sa i përket 3 rrëshqitjeve tjera, Ministria do të shikojë mundësinë e sigurimit të buxhetit shtesë për iniciimin e procedurave të prokurimit, po kjo siç e dini mund të mendohet vetëm me rishikim të buxhetit, për shkak se momentalisht nuk ka. Deri në shkrimin e kontratave do të intervenohet sipas mundësive në kodër të kontratave të mirëmbajtjes, duke i kushtuar rëndësi të veçantë dhe shenjave paralajmëruese për pjesëmarrësit në trafik. Faleminderit.